Mirëmëngjesi, muaj të mbarë të gjithëve, mirë se erdhët në Villa 24. Muaj të mbarë. Dashur, faleminderit, i mbarë qoftë edhe për ty. Mirëmëngjesi dhe ju të dashur Anvisa, edhe nga ana ime një ditë bukur dhe një muaj të mbarë. Dhe juftojmë këtu tek Ndejoni Gatimit sot për të përgatitur bukët e pashkve, do me thonë të ëmbla. Do të përgatisim edhe sot, bëjnë shumë të mira. Edhe neve kemi filluar punën që, do me thënë, edhe që nga dje kam filluar unë për të përgatitur bukën e parë, njërën e kam në furë, tjetrën e kam këtu, që është, do me thënë, ka ardhur dhe të rogojmë atë procesin se si do të vazhdojët më mbrap. Dhe çfarë do të bëjmë tani mbrapa? Ma dje kjo letë, telefoni duhet hequr, se do t'i kishte dhënë edhe më tepër volum. Edhe, ja, juve mos e lëni, neve lam që të na, se na prishit që ka to kordelet, po do duket pastaj. Do duket pastaj. Duhet të kishim hequr, që mos të ngjiste. Megjithatë, neve le të nxjerrim Anila, të lutem, një herë. Po, më thuaj, çfarë do nga unë? Ta nxjerrim nga fura. Shikoni pak sa e mirë ka dalë. Kjo është një ndër recetat që do të sjellim sot, gatuar me produktet në Ranzi. Gjithçka që do të kemi në recetë pak më vonë ju i gjeni në të gjitha piket e dyqaneve në Ranzi. Dhe nëse do të ndiqni edhe këshillat e Katerinës dhe mënyrën se si do t'i sjellim këto produkte brenda recetave tona, do të keni këtë rezultat të shkëlqyer. S'ngelemi këtu, se kemi dhe brumin tjetër. Shikojeni pak të bukën të në... Bukën gati. Si e ke bërë kaq një? Këtë tjetër, ja do na dalë edhe kjo. Se si do të na dalë nga forma dhe brumin që do të regojmë mënyrën se si do të harim deri këtu. Dhe këtu kemi përbërësit që do të përgatisim brumin. Pra i kemi të gjitha hapat sot për të treguar. Në pritje, brumin gati, përbërësit që na duen. Do me thënë, ne e nisim nga fundi, edhe bërim në fillim. Kjo për efekt koha. E rëndësishme është që ju të kuptoni çdo recet nga fillimi në fund, se si nis edhe si përfundon. Çfarë do bëjmë tani? Edhe tjetra, në radhë të parë neve tani do të përgatisim. Në fund fare, pas ta heqim pak të sena dje. Tamam, ti Kati duhet thojë, tani do ham bukën. Do presim ne deri në 10 për ta provuar. Jo, nuk do presim, sepse këtë bukën, neve Anila, unë nga kjo do filloj. Me këtë bukë të ëmbël pashke, ne do të përgatisim një ëmbëlsirë për pashkët, që vjen shumë e lehtë, pra do të shikojmë tani me njëherë, që do të bëhet me një krem që pasticcerie mund të them, sepse ajo që mund të bëjmë ne në kushtet e shtëpisë me qumshi, me vezët, me miell, një seshte që kemi thënë që hedhim të gjitha bashkë, të razojmë të krijojmë një krem, dhe në fund fare, pastaj do ta shoqërojmë me kremin një mareng nga Pana, që do ta kthejmë në trajt marenge, me vanile brenda dhe me këto fistikët në fund për zbukurim. Pra do të bëhet me këto bukët, me bukën e pashkës do të sjellim një ëmbëlsirë pashke që bëhet shumë e mirë. Ndërkohë këtë bukën Kati ndjeset në breva mund ta përdorim edhe për të vendosur vezët, pra nëse zgjedhim atë formën duke krijuar folete vezëve. Do t'rregojmë neve një që si mund të vendosim dhe vezët. Doja të thosha këtë që në vend të fistikëve, meqense është pranverë tani, mund të përdorim lule shtrydhe. Po, nëse duam ta bëjmë pak më të ta sillni më pranverore, mund të bëni dhe atë veprim. Tani, unë e filloj nga kjo që do të thotë që do të marrim një vezë. Madje më pëlqen më mirë një të verdhë vezë. Të verdhë vezë. Po, ta kullëm këtu edhe pastaj. Edhe do t'i hedhim një lugë të supës ujë. Ja, do hedhim... e tasin doja të cilja, po... E tasi s'ka gjë, e tasi hedhë thonë që mos të kemi mbajmë. nisur nga puna me recetën e parë për sot, recetë të cilën do t'ju sugjeronim ta mbani shënim, edhe fundjavën që kemi përpara, janë 2 fundjava resh në fakt, të cilat janë festive, ku festohen pashkët katolike e një javë më pas edhe ato ortodokse. Rritet të së cilave shpeshherë ngjasojnë me njëra tjetrën, megjithatë kanë specifikat e veta si në menu, si në mënyrën e ngjyrosjes së vezëve, ashtu edhe në përgatitjen e bukës së pashkëve apo të ëmbëlsirave dedikuar këtyre ditëve. Rëndësishme është që festa dhe atmosfera të tilla të ditëve të vitit të na bëjnë të gjithëve bashkë dhe të shijojmë edhe nga tavolina, edhe duke pritur miq në shtëpi, edhe duke qëndruar në shoqërinë e njëri tjetrit, se kjo është kryesorja. Pastaj një recetë më pak e një më shumë nuk bën diferencë fare. Atëherë do dashur Anvisa, kemi hedhur të verdhën e vezëve, do të hedhim sheqer, do të hedh këtu edhe pak ujë. Pa rreth një lugë të supës. Kjo ndihmon sheqerin për të tretur? Të tretet sheqeri, të rritet e të bëhet pak e lëngshme, mos të ngjisë shumë tek pjesa e bukës. E trazojmë. Edhe në momentin që na ka ardhur, domethënë buka,
e lyejmë, e lëm dhe 5 minuta në, do me thonë, jashtë në ambient, dhe pastaj vendosim për të pjekur. Pjekja bëhet në 160-170 gradë dhe do t'a lëni veç se për 30 minuta. Dhe do t'a keni gati. Dhe kjo është dhe në varësi të madhësisë së bukës. Po. Sa si ja e brumi që do duhet të piqe, do me thënë. Do të ta afroj apo ja okej aty? Ja, ta marim më të keqë, mos të... Nëse, ja. Na e prishi pak ajo membrani, po s'ka që tani ne bëm për arsye të kohës. Ajo kur të piqe do vazhde do fryet? Po. Po, mirë në rregull është, se kam përshtypjen edhe ato. Do dalin ato kordelet. Po, pra. Që ka dalë shumë bukur, edhe në shkëlqim, edhe në është e butë. Ai shkëlqimi i jep gjalpi, që unë i bëra një kështu lyerje me gjalp. Edhe pastaj e lash edhe pak patjetër dhe veza. Aromën e ka shumë të mirë. Nga maklepi. Maklepi është? Maklep. Maklep është ky këtu? Po. Që përgatitet për... Kjo është zakonisht për këto lloj buke. Për ëmbëlsira të ndryshme, por për këto bukë është enkas. Ndaj e ka këtë shijen karakteristike edhe aromën. Dhe një aromë të mirë. Ja kështu. Kemi dhe këto fletzat. Po. Edhe këto i hedhim tani këtu. Janë karakteristike të bukëve të pashkës to. Dhe flasim për bukë të ëmbla. Ja, kjo është. Po ta lëm tani që të qëndrojë edhe pak, të do ta mbajmë për pjesën tjetër. Dhe ne tani do të fillojmë me resetën e radhës. Po. Të fillojmë me këto të ëmbla. Okej, tani, ato nuk do e vendosim të pjekim? Jo, do të lëm pak të qëndroj për një 5 minuta, Anila, se kemi kohë. Ajo do dali e pjekur në fund fare. Kemi goxha kohë. Mirë, përpara të fillojmë me recetën e radhës, të japim kohë pak të lexojmë recetat, se ora 9:12 fluturon këtu, kështu që... Të ta vendosu. Atëre, bukën e pashkës që ju e pat të pjekur, e pat të qëndruar në tavë dhe tani sa po bëm ato lyerje nga sipër me të verdhën e vezës ku vendosëm edhe fletëzat e bajames, e kemi përgatitur brumin me këto përbërës. Brum të cilin, duke shpresuar edhe nga koha, ne do ta përgatisim edhe në studio. 600 gram miell. Një lugë çaj maja e thatë, ose 25 gram maja e njom. Na duhet 100 gram gjalp, 200 gram sheqer, 200 ml qumësht, 2 vezë të plota dhe një të verdhë veze, lëkurë dhe lënguj një portokalli, 2 lugë çaj të rafshta me maklep, ai paketimi që ne ja u treguam, është ai pluri që është posaçërisht për të përgatitur receta të ndryshme, por edhe bukën e pashkës do të na duhet një vanilje dhe 3 kokra mastik. Që edhe këto ne i pam në fillim të javës, po ja u rikujtojmë, janë këto kristale, po i quaj se kanë vërtet pamjen e një kristali. Sigur të çmuar. Shisa të lezetshme janë. Janë të përgatitura nga rëshira e një peme që gjason me pishën. Më duhet ta kujtoj që të jem po me pishën. Por dhe kjo gjendet në ishullin e Greqisë, në Hio. Është për ëmbëlsira, po, okej, se unë të lexoja në shqip emrin e ishullit, sepse këto shkruan Kios, prodhohet nga sapi, rëshira e një peme që është antare e familjes së fistikut. Okej, e ka atë aromën, sa të mire ka? E ka, po, është karakteristike, është e veçantë. Shiko, unë i kam vënë të dyja në fakt, madje kam vënë dhe vaniljen dhe këtë mastikën, kam vënë dhe maklepin. Por, unë të thosha për shembull do qëndroja aty vetëm tek maklepi. Edhe aty jemi në rregull. Jemi në rregull. Ose mund ta bëjmë vetëm me mastik. Ka që janë ata që e duan dhe shijojnë mastikun. Mund ta bëjnë vetëm me mastik. Mastik, po. Të fillojmë me gatimin? Patjetër që do fillojmë, sepse duhet të arrijmë edhe kohën. Atëherë do të thotë e kam sjell këto gjynaf, më vjen se do ta prishim këtë gjë, por do ta mbajmë sa për fillimisht, sepse me këtë do të bëjmë ëmbëlsirën. Me të gjithën, po e lëm gjysmën, po ne do pjekim vetë. Gjysmën, po mirë gjysmën, do të bëjmë. Që do të marr tinxherin tani dhe do të hedh të gjithë përbërësit tu brenda dhe do ta vendosim në rregull. Do fillojmë me kremin e pasticërisë apo jo? Pra kemi pana, kemi niseshten, mund ta bëjmë me pana për shembull që të hedhim gjysmën një filxhan ose gjysmën sasisë panës, edhe tjetër mund ta shtojmë qumësht, ose mund ta bëjmë me pana, mund të shtojmë pak ujë, sepse pana është e plotë. Por unë do ta bëj me qumësh dhe do të hedh këtë 1 litër qumësh, kam qumshin tjetër brenda që do ta marr që do të më duhet, sepse aty veç se një filxhan do të më duhet. Të ndihmoj?
Anila, jesi jam shumë e fortë. Jo, edhe unë nuk është shuam për në fortë. Atere, hedhim fillimisht 3 lugë miell. 1, 2, 3. Niseshte, kjo në fund do të na duhet. Do të hedhim niseshte. Një, 2, 3. 1 litër qumshin të gjithin, Anila brenda, po. Në këtë moment, Po, të gjitha, dhe të razëm të gjitha bashkë. 3 lugë miell, 3 lugë niseshte, 1 litër 1 litër qumësht, 4 deri në 5 lugë sheqer. Unë te sheqeri jam që kem bajtur faktikisht, nuk dua që të talfan të lugën tjetër që mos më bëj sheqeri. Mos më bëj shumë e ëmbël. Se ëmbëlsi ka dhe ajo, do të ketë, atër hedhim 1, 2, 3, 4. 4 lugë sheqer të mbushura mirë. Edhe tjetë aq sa duhet, as e ëmbël dhe as ashtu. Tani këtu do të hedhim edhe vezët. Ja, të pasojmë këtë që mos të marim e në tjetër. Kurse me dhe larjen e enve. Se s'ka gjese nga mielli. Të plot, jo. Vezët, jo, vetëm të verdat e vezët. Pra si që pregatisim kremin e pestiqërisë edhe për ëmbëlsirat të tjera. I kam larë vezët edhe. Do i hedhim 4 të verdha. Do t'i shtojmë vanile. Bëj shumë ëmbëlsirë e mirë. Ne kemi këtu. Edhe 1. Dhe jemi në rregull. Okej. Pra, 3 lugë miell, 3 lugë niseshte, 4 lugë sheqer, 1 litër qumësht, 4 të verdha veze, kemi këtu. Njodhën e vezë. I kemi në rregull, lajmë duart edhe... Edhe vazhdojmë. Vazhdojmë për ta vendosur në temperaturë të ngrohtë dhe të filloj të gatuhet, të trashet, të pikse dhe të kryojt ai kremi i pastiqërisë. Do shtojmë edhe vanilën edhe... Po, ja ta kam vendosur këtu kanti. Shumë mirë. Kam edhe këtë lugën e vogël. Kaq është mjaftueshëm. Okej. E trazojmë para se ta vendosim në temperaturë të sopës. Lutem Anila mandis pak ato vatrën e madhe. Një herë. Faleminderit. E trazojmë tani të tretën të gjitha dhe vazhdojmë pastaj përzierjen në temperaturë të sopës. Tani, juve i hodhëm përbërësit, nëse shikoni që në momentin që do të ta përzjeni dhe do ju dali pak më e mpiksu, sigurisht që mund të shtoni pak qumësht ose pana. Por që me masat që kemi hedhur, është mirë. Se ngatrojme aty që lugët heri mbushi më plot, heri mbushi më pak. Edhe aty. Ajo është diferenca. Me thënë, edhe themi që po na u bë pak më i plot, se nuk e duam shumë të plot, tjetë aq sa duhet. Një krem. Do të trazojmë ndërkohë, do të lutem Anila që të ma trazosh ti. Po, pa tjetër. Dhe unë do mere me atë pjesën tjetër, sepse dhe të vendosim dhe pak gjalp. Do hapësh dhe vatrën tjetër, që të vendosim dhe pak gjalp që të na shkri. A do marri gjalp E tu. kemi gati. Së është pak gjanë, më shgogja gjalp për të vendosur. Po kjo është gjalp i mirë. Ka ti dita gënjeshtrave sot? Jo, do gënjem më thua? Kur jo? Ja, kaj do hedhë për gjalpi. Lërë tani, kemi të drejturt. Edhe, ta shikim, po saj, është vërtet gjalpi mirë, nuk është se... Shumë mirë është. Ja, nuk është se unë them diçka që s'është, është. Ajo që është, është. Ele, dhe këtë këtu. Atere, duat më shkrijet gjalpi. Në vendosim. Të aromatizohet të shkrijet, dhe unë tani këtu do bëjmë, do me thënë, prerjen e kësaj buke. Më duhet kjo si ka sharë. Po, kjo është. Sepse djeg pak, po marim të drasë më mirë. Më mirë se rëshketa jo, pjata. Që t'jemi në rregull.
Dhe ta bëjmë kështu. Është pak e ngrohtë, po s'ka problem, sepse unë do ta vendos prap në furrë që të më thekërohet, bashkë me gjalp. Ju do ta lëni që të qetësohet, të ftohet. Sa e mirë dhe nga brenda? Aromën e ka të mirë, Anila. Tani këtë... Shiko si ka bërë Po, këto. po, si panetona. Ja të shohim se sa Do do ta më duhet. presim në fetëse, do ta Në lyejmë me fetëza, gjak, do ta me vendosim gjak. prap në furrë. Po. Bëhet me mërsi shumë e mirë, shumë e shishme. E pse mos të bëhet me gjithë të gjëra që neve i pra. hedhim. Kanë hak ndonjëherë gratë që thonë që moj Katerina, po me kaq gjëra që hedhi. Ashtu, ë? Sigurisht. Është e ngrohtë ende akoma, juve tham që në shtëpi do ta lëni që të ftohet. Por shiko se sa e mirë që bëhet, si fisharmonik. Shumë e mirë. Është e mirë. Tani e ndjeva edhe unë aromën. Edhe aromën e ka të mirë, tani na u shkripin në U shkri, po mire, besoj është okej. Apo e do më të lëngsh? Ja të shkrijet edhe një që. Se kjo në furrë do vendoset. Edhe pak edhe kemi në rregull. Që do të thotë, fillimisht, ja, edhim pak gjalp këtu. Ati do doja që gjalpit më lëshonte pak më tepër aroma, Anila. Ta vendosim dhe një herë. Ja, sa të shtroj unë ato buke. Ja, se kjo është i shkryrë tani, shumë pak do që ta rinë atë fazën e... Se sa do nga duj, se e kemi të vogël këto e në neve. I vëm kështu. Ta presim këto. Ajo nuk e ka të nevojshme të ruaj formën, besoj. Jo, nuk e pra, kështu që tani... Ma dje mund ta bënim dhe në kubik, që të kishte mundësin që të... Por aq kosa nuk duhet jetë feta e plotë e rregull, coptoje se... Nuk ka problem. Edhe këtu. Jemi në rregull. Presim edhe këto. Kanti, sikur është më... Nëzori aromën. Se aroma e bën akoma edhe më të mirë. Për mua po? Ashtu në rregull. Tani këtë do ta mbajmë këtu. Qa mendon? Qarë s'po të dilte? Jo. Po shikoja, do me thënë, gjalpi nëse na është bërë gati, jemi në rregull. Po faleminderit tani. Po tani po, që kanë nxjerrë aroma. I hedhim pak gjalpën, se gjalpi e... ëmbëlsirë është, ne nuk do me thënë, do konsumojmë një racion të madh. Megjithëse ka nevojë organizmi edhe për ëmbëlsira. Patjetër. Tani e vendosim në furrë, sa të na thekërohet, dhe pastaj më mbrapa do ta nxjerrim për të bërë, do me thënë, atë do shtojmë kremin, do ta lëmë të ftohet, mbas kremit do shtojmë edhe atë marengën që do ta përgatisim me pana pastiqerie. Dhe në fund fare thash me fistik ose me lule shtrydhe. Sipas dëshirës dhe mundësisë tuaj. Recetë të cilën ne në fakt është e vërteta nuk e kemi parë ende në ekran. Kështu që është momenti që t'i shohim të gjithë përbërësit e ëmbëlsirës së pashkëve. Na duhen 10 feta bukë pashke, 100 gram gjalp. Për kremin na duhet 1 litër qumësht, 3 lugë gjelle njësteshte, 3 lugë gjelle miell, 1 vanilje, 4 të verdha veze, 1 lugë gjelle gjalp, 250 gram pana, 1 vanilje dhe fistik. Shërbeti? Ka dhe shërbet kjo? Po. Pas ka gjithë të punë o tani, ka punë, po e si thënë, është për tryezën e pashkës, mo janë. Mirë më falë. 3-4 ta filxhan çaj sheqer, 1 filxhan çaj ujë, 1 lëkurë portokalli dhe 1 fet limon. Okej. Mirë.
kjo është receta e plot, pra gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është të përgatisim bukën e pashkës dhe pastaj kati ky utrash. Utrash? Do dhe pak të nxjerrim ato fluskat e para. Kuptoj, po ta lëm pa trazuar i nxjerr fluskat kjo, shife? Në rregull. Ja, i nxori. Dhe madje tani fillon të djeg. Ta heq? Po, hike. Do ta lëm që të ftohet sa të na bëhet. Tani këtu do të hedhim një filxhan sheqer, 3/4 atë ujë. Edhe sa të na bëhen ato ta shohim se mos na. Duhet ta vendosim në një tas? Atë? Jo, s'ka nevojë, ajo le të hidhet e ngrohtë, s'ka gjë. Ja këtu të hedhim sheqerin, dhe të hedhim edhe një filxhan ujë. Na bëj sherbeti. Ta vëm këtu të na bëj shpejt, se do na duhet, shpejt. Pra, si që pa në recet, kishim disa faza të përgatitjes të recetës, buka, kremi, shërbeti. Sa e mirë që Këti ke buka të duhet më, kjo feta? Jo. Ta këshëm provuar pak? Provoje. E provove ti? Jo, unë nuk e provova me të drejtën. E provoj. Se më duket shumë e mirë. Nuk e provova. Se arëm të mirë ka. Ashtu, ja, ky është kremi. Duhet i vënë një letër. Se mirë, Kati, më vërtet në gjatë me panetonën. Po thuaj se një lloj procedure është. Sa e mirë. Por kjo është në kushtet e shtëpisë, sepse panetoni që do bëhet Është më tamam. mirë se e bler. Ç'është e vërteta bëhet, si të thuash, tani dhe atë e kemi gati neve. E lash që të më rregullohet një çik. Filloj të marrë atë formën duke qëndruar. Gjë që e kishte penguar ajo qesja e kuzhinës. Po, do të hedhim këtë shkop kanele, siç duan lamvistat, me që kam shtrydhur një limon, do të hedh edhe këtë siç është limoni. Mirë. Ashtu, të më valoj pak ajo, po të shkojmë ato në furrë se mos i dogjëm. Këmaj. Bukat. Jo. Ja, mirë janë. E do dhe pak. Tani të mësojmë pak sa ko kemi. Sepse ajo është... Që të dim që të bëjmë, se që jemi drejt përfundimit të pjesës së parë, jemi dhe s'pas kemi më kohë. Atëre, ja, do heqim atë nga fura dhe do vendosim këtë, në më thënë e në tjetër. Dhe në furë do t'jetë mirë që kur vendosim për të pjekur këto, vendosni një tepsi ose një enë tjetër me ujë poshtë në fund fare, sepse ju e ndihmon që, do më thënë, të mos të ketë atë butësin, se ka nevoj për butësin qoftë kjo, si tu ashtë buka e pashkës, qoftë e shko se sa e butë. Shumë e butë, është mirë. Ne tani kemi nevojë për hapësirën publicitare, Kati, kështu që kthehemi pas reklamave për të vazhduar me gjithçka kemi lënë këtu në këto momente. Tepsi do në furë. Erdhëm ne tek ju, pra, poroj që t'jeni duke na pritur për të parë se si do të përfundojnë këto recetat festive shumë të shishme. Ne këtu kemi një aromë që të fton t'i provosh të gjitha nga pak. Sigurisht që bëhen shumë të mira, ndoshta kanë pak kosto, po tham që janë ditët, do me thënë është tryeza e pashkës, të festave që neve presim, kursejmë gjatë gjithë muajit dhe për këtë ditë të shënuar. Tani, është edhe ftorë kjo, unë i kam hedhur atë sherbetin e parë, i vendosëm, pra, i spërkatëm me gjalp, i vendosëm në furë, i lam të thekërohen si që shikoni, i kam hedhur edhe sherbetin e parë, ti hedhë edhe pak tani, edhe bas ti sherbetit, nërkoj që kemi qenë në pushim, ne kemi bërë më tepër sepse masat që unë ju kam dhëmë, i kam dhëmë për një tavë më të madhe, për do me thënë jo kaqë. Po. Edhe receta niste me 10 feta bukë, që ne kemi këtu 4-5. Ndërkohë kemi kthyer në marengë panën, kemi kthyer në marengë, kam marrë këtë panën tjetër që ishte e ftohtë, sepse duhet e ftohtë në frigorifer pana që të kthehet në marengë. Dhe tani, në vend të gjalpit, mund të shtoni një lugë gjalp në momentin që përgatisni këtë kremi, por mundet të bëni edhe tjetrën, që të hidhni pak pana dhe ta përzjeni. Edhe këtu krem kemi bërë shumë neve. Kemi për masën e madhe. Për këtë masë do të ishte gjysma e sasisë.
shti se si dëm nuk shko. Jo, sepse ne kemi bukë mjaftueshëm sot për të vjuar e për të Tani do t'i bëj përgatitur. një rafjet mirun dhe bëjt të si kremoze shumë. Ja me këtë rafsen. Rafsen që kemi bërë. Edhe naftohet. Si bë më kremoze. Ma, si thuash, si velute. Kremoze, si mund ta them ndryshe. E janë rregull, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm. Tani, ajo që ngelet, të bëjmë edhe shtrimin që ta përfundojmë, atë marrë dhe këtë lugën që dhe ta hedhim. Okej. Tani ne këtë kremin do të ashtem këtu. Edhe kemi dhe kremin tjetër që e kam vendosur në frigoriferu. Tani kjo duhet të rritë, të qëndrojë, të ullë temperaturën që ta kemi, do me thënë, gati. Të ndihmoj unë ta mbaj? Ja. Si e kemë mbar? E di çka ta hedhim kështu më mirë se edhe lug. Po ka që është i rënd ky tasi edhe me një dorë. Faleminderit. Ata hedhim të gjithën. Krem është. Mirë bën, dëm s'bën. S'ka gjanil, kaq, e pastrojmë pastaj atë. Pastrojmë shumë me lugë. E ham kështu. Ajo që ngelet, do t'i hedhim kremin. Bukë pashke e ëmbël. Recetën e keni në ekran gjatë kohës që ne jemi duke përgatitur mënyrën se si po bëhem bashkë. Pra, të gjithë përbërësit, ndërkohë unë po i rilexoj në këtë pjesë të dytë për ju që nuk na keni ndjekur, që nga fillimi 600 gram miell, një lugë çaj maja e thatë ose 25 gram maja e njom, 100 gram gjalp, 200 gram sheqer, 200 ml qumësht, 2 vezë të plota dhe 1 vezë të verdh, lëkura dhe lënguj 1 portokalli, 2 lugë çaj të rafshta maklep, 1 vanilje dhe 3 kokra mastik. Tani, me ndihmën e qeses pastiqerisë, këto këtu, po, dhe i keni për shumë përdorime, janë të domosdoshme në kuzhinë. Okej. Doni bëni kështu rozeta, doni bëni, po s'keni këtë, s'ka problem. Eshtja. Po presim. Krijues. Sa e mirë duke to kati. Ati edhim dhe një këtu se. Duke dhe nga kamera aty që ka një vend bosh. Sa e mirë. Edhe këtu e ka qik të nevojshme. Edhe këtu pak. Janë rregull. Sa e mirë doli. Tani do të thoshja o me lule shtrydhe, ose edhe me këto fistika. Edhe me fistik shumë e Tani mirë del. fistikët mundet t'i hidhni për shembull në këto boshllëqet. Edhe për dekor, edhe për shije. Sot i kemi pantur kokra të plota dhe i kemi coptuar disi, nëse i doni gjysmë gati, keni edhe të në grimca më të vogla në dyqanet në Ranzi, kështu që si ta keni ju më mbar, alternativat e zgjedhjes së produkteve në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, në Shqipëri, në Kosovë, i keni të pafundme. Mjafton t'i përshtatësi me nevojat tuaja në kuzhinë, në dietën tuaj ushqimore. Këto janë të plota, janë gati të qëruara, shumë të freskëta. E mendoj mos i hedh E pa manila. diskutimi janë dhe shumë të shëndetshme. Shumë mirë është. Tani kjo duhet të qëndrojë në frigorifer, ne kemi pak më të si thua, të plota, mund t'i grinconim akoma edhe më shumë, po nuk ka problem, edhe kështu të mira janë. E rëndësishme është që mbasi e keni të përgatitur, por jo fistikët. Fistikët do të hidhni mbasi t'i nxirrni nga frigoriferi, jo t'i vendosni fistikët në frigorifer, sepse zbuten dhe nuk kanë atë, si thua, shijen e mirë pastaj kur i konsumojmë. Është më mirë t'i servini në çast. E kuptoj. Tani të fillojmë për të përgatitur dhe bukën tjetër. Anila nuk e di si ashtu që unë të filloj të bëj bukën. Si me kohën po thua, kemi 7 minuta kohë. Kemi. Unë do doja t'i rishojmë dhe një receta sepse nuk e lexova të plot në fakt recetën. Madje le ta nisim që nga buka.
Sepse edhe ëmbëlsira nis nga përgatitja e bukës dhe pastaj vijon me pjesën tjetër. Kështu që, bukë pashke e ëmbël përgatitet 600 gram miell, 1 lugë çaj maja e thatë, ose 25 gram maja e njom, 100 gram gjalp, 200 gram sheqer, 200 ml qumësh, 2 vezë të plota dhe 1 të verdh veze, lëkura dhe lëngu i 1 portokalli, 2 lugë çaj të rafshta me maklep, 1 vanilje dhe 3 kokra mastik. Vijojmë edhe me pjesën tjetër të recetës, sepse në një farë mënyre janë vazhdimësi e njëra tjetrës, në këtë rast jemi në procesin e lyerjes, ku na duhet 1 e verdh veze, 1 lugë gjelle ujë dhe 1 lugë çaj sheqer. Ëmbëlsira që pam të përfunduar shumë, e shishme, bukur e shëndetshme, e freskët në të njëjtën kohë, përgatitet me 10 feta bukë pashkët, asaj bukës pra që ne po i quajmë të përgatitur me recetën që lexuam më parë, 100 gram gjalp, kremi, 1 litër qumësh, 3 lugë gjelle niseshte, 3 lugë gjelle miell, 1 vanilje, 4 të verdha vezë dhe 1 lugë gjelle gjalp, 250 gram pana, 1 vanilje dhe fistik. Shërbeti, 3/4 filxhan çaj sheqer, 1 filxhan çaj ujë, 1 lëkurë portokalli dhe 1 fet limon. Edhe unë, gati për të nisur përgatitjen e brumit. Brumit, që do të thotë, fillimisht do të vendosim në tenxhere, do të hedhim 1 filxhan qumësh, 1 filxhan sheqer. Për të hedhim sheqerin të parin që mos të më... Ja me që kam këtu tani, mos të hapim pakon tjetër. Të bëjmë këtë lëngun që të na tretet sheqeri. Gjalpin e kam këtu. E treta pak. Okej. Dhe do të hedhim dhe qumshin. Edhe qumshten. Do t'i trazojmë të na shkrihet dhe të na marrë shkrihet sheqeri dhe të marrë një temperaturë, sepse duhet të jetë i ngrohtë. Jo i ngrohtë, do me thonë, i djegur, i vakët më tepër se sa, do me thonë që duroj, rezistoj, si ajo që zëm kosin. Një nxehtësi të tillë. Na shkrihet edhe sheqeri këtu me këtë rast, por na ngrohet edhe qumshi. Pra kemi sheqer, qumësh, gjalp. Mund t'i hidhni të gjitha bashkë edhe gjalpin të pa tretur, por unë e treta për arsye, do me thonë të arim kohën. Ashtu, të bëjmë këto gati. Të shtojmë mielin. Themi atje 600 gram miell. Peti, sa më duket se është gati dhe ajo e nxjerrim, pastaj lyejmë me pak gjalp që të marrë atë ngjyrën e mirë. Dhe vendosim prap ta bëjmë të gjë. Apo atë duhet ta nxjerrim tani neve. Po e nxjerr. Ashtu dhe ajo del nga forma, e lyejmë pak me gjalp dhe vendosim prap që të marrë atë ngjyrën e kuqe. Okej, mirë. Pra në këtë bukën që ne e nisëm emisionin madje me të. Ashtu ta shikojmë. Tashma e kemi. Kam shkruar 600 aty. Të shohim. Ja, ku e kemi. Shumë e mirë duket. Tek mielli do të hedhim majan, harim të lugën e pastër. 1, 2, se janë të vogla të kafes, prandaj. Do hedhim maklep. 2 lugë. Nuk po hedhë vetëm vanilje dhe nuk do të hedhë mastik. Do të shtoj vetëm vanilje. Pra të ngurta, si shikoni... Më vete, përzien të parat më vete, po. Hedhim dhe këto. Kati, në këto 3 minutë shkohë që kemi, si parashikon të punën? Sheqerin e kam brënda atje, ja të shofim tani Anila, se besoj se ashtu. Trazojmë, t'ja apim një ide kështu. Dhe sa të mullet ajo temperatura, ndërkohë shtoj këtu dhe vezët, 2 të plota, 1 të verdh. Shtojmë dhe këto këtu, shtojmë dhe cipën e portokallit, edhe lëngun e portokallit. Do ta hedhim atje që të më ullet pak temperatura e... Tani nëse ne e bëjmë në shtëpi këtë veprimin, duhet ta lëmë besoj të ftohet pak ai sheqeri me...
Jo, ai duhet jetë i vakët, nuk duhet i ngrohtë. E pra, po tani Do edhe lëngun e portokallit unë dhe do ta lëm dhe do bëjmë atë bukën gati, tregojmë se si bëhet ajo buka gërsheti dhe do E pra, se nuk kemi shumë kohë, ndaj pyes për këto fazat e pritjes. Megjithatë, nëse mund të marrim një minutë është borxh. Tek gjalpi, qumshi dhe këto, hedhim edhe lëngun e portokallit. Pra lëngjet i kemi në një anë. Kam frikë se na prishet kjo. Kalëm këtu të na ul pak temperaturën, edhe Anila do merrem pak që të tregojmë atë mënyrë. Po pra, se mendoj që kjo është edhe më e rëndësishme për t'u parë. Se këtu tani trazimi bëhet. Po, nëse do vazhdoj dhe unë bëj një gjë atje, po. Si të heqim që të kemi Ja, heqim këto. Këto nuk na duan. Për momentin, as këto. I largoj unë pak e nga pak. Okej. Je okeja me aq vend apo të duhet ava? Ja këtu. Do kem këtu. Vend. Okej. Ca pudros pak dhe le të marr pak nga ky. Këto po i largoj fare mandje, që të kemi mundësi të ndjekim vetëm ato pjesë që na duhen. Dhe pak duart me gjalp. Besoj kam bëjt pak zgjalp. Se të mira ka ndalë ka ti. Shumë të mira, e butë, kjo buka është fantastike. Tani e bëm të brumin që thamë, e lëm të pushoj. Po. Edhe tani. Dhe e ripunojmë. Dhe japim formën e dëshiruar. E dëshiruar për ta kthyer një bukë festive. Si ta duam neve. Okej. Ta heqtasin? Po, faleminderit. Të lutem. I marr hua këtej tani që ta Po, të fqinji. Tu kemi temperaturë të lartë. Kushtika. E ndajmë në 3 pjesë për 3 gërshet. Pastaj varet në shtëpi juve se si doni t'i bëni. Ka mënyra të ndryshme për t'i përgatitur. Ne do t'rregojmë njërën sa për të krijuar iden. Pastaj shikon, ka ardhur mirë brumi dhe fiton këtë elasticitetin. Do bëjmë kjo doli pak më. Vetëm se nuk kemi kohë, e di që është e vështirë të ngutesh kur ke për bërë ca procese pune që duan kohë. Nuk duhet miell, me thënë të drejtën. Ti është pak fare sa për ta ndihmuar. Okej. Dhe pjesën e tretë të gërshetit. Kur e nxjerrim, i bëjmë këto palosjet kështu që të ketë mundësi që të bëj ato si thuash inet brenda. Okej. Le ta bëjmë shpejt e shpejt, se kemi ka përcyer me orën. Gati 2 minuta për pak, kështu që okej. E bëjmë një gërshet. Okej. Në këtë mënyrë. Okej. Edhe e kthejmë pak kështu nga brenda. Po, që të mos na hapet. Edhe kështu. Nuk ka nevoja pra, tani. Në fillim të emisionit kemi parë këtë proces pune që e kishim këtu. Treguam si e lyem e ve, si vendosëm fletzat e bajameve dhe vendosje në furrë gjithashtu edhe pjekjen. Kështu që kur ju të shikoni në YouTube të gjithë videon e plot, do ta e kuptoni të gjithë procesin e gatimit nga fillimi e deri në fund. Kanti e kemi me urgjencë për shëndetjen, kështu që duhet të ndahemi nga kuzhina. Tani duhet të them anvisave kështu siç e kemi vendosur në tavë, që mos ta ulim aty. Do t'i vendosni një mbulesë sipër, do t'a lëni të qëndroj, sa ajo të rrisë volumin, pastaj do të bëhet ajo procedura që ne bëm në fillim fare të hapjes së emisionit. Ju falenderoj të dashur anvisa që qëndroni, faleminderit që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Edhe për procesin e përgatitjes së brumit, një përzierje të gjitha bashkë, do të dalë një brum i butë, jo i fortë si brumi i bukës, dhe të ta keni gati. Miropafshim edhe një herë, kalofshi bukur. Publicitet.